Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Jemi tek shtylla e tretë e imanit, është të besuarit në librat e Allahut, të cilat janë shpallur për shkak të udhëzimit të njerëzve. Allahu xhaleshanu thot: "E nuk pati asnjë nga popujt që nuk pati të dërguar për kujtues." Kur'an 35:24. Ndërsa Allahu xhaleshanu ka thënë: "Edhe çdo popull pati udhëzues, pati pra pejgamber të dërguar. A nuk të duket se cila do sipërmarrje prodhuese e cila prodhimeve të veta nuk ja bashkan gjet katalogun ose udhëzimin i cili e sqaron mënyrën e përdorimit e ka lënë anash udhëzimin për përdorim dhe që konsiderohet se ekziston e mirë edhe në administrat e edhe në përvojë dhe që kjo sipërmarrje nuk e njeh atë që prodhon, si dhe as atë që kërkon natyra e punës. Ndërsa Allahu t'i takon shembulli më i lartë. Ai është fuqiploti i urti. Allahu i lartësuar qoftë, ai i krijoi njerëzit dhe u dërgoi libra, të cilat u tregojnë rrugën e drejtë, duke i lajmëruar dhe duke u sqaruar çdo gjë që u nevojitet në jetën e tyre. Nëse laicizmit i përket mosdërgimi i katalogut dhe udhëzimit nga sipërmarrja prodhuese me prodhimet veta, vallë, a nuk është laicizëm më i madh mos përdorimi i udhëzimeve, të cilat u janë bashkangjitur prodhimit? Vallë, e mos pasimi i librave të Allahut dhe i udhëzimeve hyjnore, pasi që kanë arritur deri te ne. A nuk i përkasin laicizmit më të madh, ndërsa mumini, besimtari, ke për ta parë se si i përdor ato udhëzime. Thuaj, unë nuk trilloj, i përmbam vetëm asaj që më shpallet nga Zoti im. Ky Kurani është argument me të cilin ndriçohen zemrat nga Zoti juaj. Është udhërrëfyes dhe mëshirë për popullin që beson Allahun. Surja 7 ajeti 203. Ndërsa librat e mëparshëm hyjnor janë ndryshuar dhe shtrembruar, Allahu i lavdëruar qoftë ai, robërve të vet u ka ruajtur librin e vet të fundit nga çdo lloj ndryshimi dhe shtrembërimi. Ky libër është Kurani, i cili e ka përfshirë shpallin udhëzimin të përmbajtur në të gjithë librat e mëparshëm, të cilët libra të njohur kanë qenë Zeburi, i zbritur Davudit a.s. dhe Sulejmanit a.s., Tevrati, Musait a.s., Ungjilli Isait a.s. dhe Kurani, që është përmbyllje e gjithë librave të mëhershëm, Muhamedit a.s. dhe ne si umet i fundit të ahri zamanit.